Ministria e Brendshme ka bërë publike këtë të mërkur listën përfundimtare të zgjedhësve që do të mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, e cila përmban 3.713.761 shtetas shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Në këtë listë përfshihet edhe 114.642 zgjedhës që do të votojnë për herë të parë. Ky numër tregon një angazhim të madh të shtetit për të përfshirë edhe rinovuar pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin zgjedhor. Për herë të parë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë mundësinë të votojnë, një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes së diasporës në jetën politike të vendit të tyre. Procesi i hartimit të kësaj liste është realizuar në mbikëqyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke siguruar që çdo fazë të ishte e drejtë për drejtë dhe transparente. Janë bërë disa publikime të ekstrakteve të përbërësve zgjedhor, duke garantuar që çdo zgjedhës të jetë i regjistruar dhe të ketë mundësinë të ushtrojë të drejtën e tij të votës. Ky proces ka pasur si qëllim që të sigurojë një proces zgjedhor të rregullt dhe të qartë, i cili është zhvilluar në mbikëqyrjen e autoriteteve kompetente që në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke mundësuar që zgjedhjet të zhvillohen në një midis të ndershëm dhe të besueshëm.